Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këta përbërës, do ngeleni pa fjalë. Përzierja që do të tregojmë në këtë video ka një përparësi sepse përgatitet shumë shpejt. Shumë prej femrave dëshirojnë që të eliminojnë përgjithmonë qimet mbi buzën e sipërme. Kjo maskë ka edhe veprime qetësuese përveç se do të eliminojë qimet. Ajo është rësisht natyrale dhe pa efekte anësore. Është koha që të provoni këtë metodë të eliminoni qimet dhe të ndihmoni maskat me mjaltë limon dhe qullë tërshëre që u bëjnë të mos mendoheni dy herë edhe për të shpëtuar nga depilimi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo maskë ka efektet e saj të menjëhershme. Kjo përzierje nuk përmban asnjë kimikal dhe është një metodë natyrale dhe pa dhimbje. Përbërësit e nevojshëm për këtë përzierje janë 2 lugë me mjaltë, 1 lugë qullë tërshëre, 2 lugë me lëng limoni. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm për realizimin e kësaj recete, filloni gjithashtu edhe me përgatitjen e saj. Merrni një enë dhe i përzieni mirë të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë homogjene. Aplikoni masën e përfituar në zonën ku dëshironi të eliminoni qimet duke bërë lëvizje rrethore dhe duke e fërkuar atë butësisht. Masën e përfituar mund të keni gjithashtu edhe në ndihmë në raste të tjera. E lini që përbërja të qëndrojë në fytyrë për 15 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë. Më pas që lëkura juaj të duket edhe më e mirë, aplikoni gjithashtu edhe një krem të mirë hidratues. Për të arritur rezultatet që dëshironi, ju mund të përsërisni këtë procedurë 2 ose 3 herë në javë. Qimet do të zhduken të rësisht dhe kështu do të keni përfitimet e duhura për një higjenë më të mirë të fytyrës dhe gjithashtu për më pak komplikacionet e saj. Me kalimin e viteve, rrullat që shfaqen në fytyrë janë në një problem i vërtet për shumë njerëz, por për të luftuar dhe për të parandaluar gjithashtu komplikacionet e tyre, ju mund të ndërmerrni hapa bazë në kushte shtëpie, të cilat mund t'ju ndihmojnë në dukshëm për menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe sjelljen e rezultateve të duhura në dukjen e shëndetshme të lëkurës suaj dhe jo vetëm. Në një enë shtoni mjaltin, 1 të verdh veze, 2 lugë kos dhe gjithashtu 1 lugë vaj ulliri. I përzieni mirë të gjithë këta përbërës dhe më pas masën e përfituar duhet ta keni sa më homogjene. Këtë masë e aplikoni me ujë të vakët në fytyrë. Përdoreni 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe gjithashtu lehtësimin e acarimeve të saj. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie të paktën 2 herë në javë do ju sigurojë një dukje më të bukur të lëkurës dhe do të evitojë gjithashtu komplikacionet që sjellin rrullat. Rrullat ose linjat e fytyrës janë një tregues i parë i plakjes për humbjen e vitalitetit dhe shëndetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem i madh që prek 10 gra, por edhe burrat mund të shqetësohen nga këto ndryshime të cilat mund të krijojnë edhe një dukje të dobët të lëkurës. Rrullat mund të krijohen nga mënyra e gabuar e jetesës, ushqimet që konsumoni, geni që është faktori kryesor i krijimit të tyre. Gjithashtu edhe disa medikamente mund të jenë kontribueset kryesore në krijimin e këtyre shqetësimeve që sjellin rrullat. Megjithatë, në ditët e sotme, për shkak të ilaçeve natyrore dhe ushqimeve organike, eliminimi dhe parandalimi i tyre është më i lehtë. Kjo recetë që do ju tregojmë në këtë video mund t'ju ndihmojë edhe për një krem hidratues 100% natyral për lëkurën që mund t'i japë një mbrojtje më të mirë të saj dhe të evitojë gjithashtu edhe komplikacionet. Maska me qumësht dhe me mjaltë mund t'jetë një nga alternativat më të çmuara shëndetësore për lëkurën. Për këtë maskë do ju duhet 1 lugë gjedhe mjaltë, gjysmë lugë qumësht organik të papërpunuar. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me procedurën e përgatitjes së kësaj recete dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike. Përzieni mjaltin dhe qumshtin për të masazhuar të gjithë lëkurën. Aplikoni masë në zonat ku keni më shumë rrulla. E lini të qëndrojë për të paktën në 10 minuta dhe më pas e lani atë me ujë të vakët. Substancat që ndodhen te këto përbërës ndihmojnë në thithjen e lagështisë së lëkurës duke përmirësuar elasticitetin e saj. Kjo maskë gjithashtu eviton shfaqjen e rrullave dhe mund të ndikojë në një mbrojtje më të mirë të saj.
Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm, por edhe plot me vlera që mund të përdoret në të gjitha rastet. Janë pikërisht këto vlera të cilat do t'i japin atij edhe një përparësi të mirë edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Nëse e përdorni si një maskë, pa nevojën për t'i shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi kthehet gjithashtu në një produkt të mirë natyral që mund të ndihmojë në dukjen më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe evitimin gjithashtu të komplikacioneve të saj. Shtimi i këtyre procedurave në kushte shtëpie do ju ndihmojë në dukjen më të mirë të lëkurës suaj dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë në një zëri se produkte natyrale të cilat mund t'i keni në kushtet e shtëpisë mund të ndihmojnë në të keni një pamje më të mirë të lëkurës dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e saj. Mineralet dhe vitaminat që gjenden me shumicë te kosi mund të jenë në një përzgjedhje shumë e mirë për t'u përdorur si maskë lëkure. Ka një arsye të thjeshtë pse kosi mund të jetë përzgjedhja juaj më e mirë në rigjenerimin dhe shkëlqimin e lëkurës suaj. Sipas të dhënave janë pikërisht këta përbërës të cilët do të ndihmojnë në një shëndet më të mirë të lëkurës, në rigjenerimin e saj dhe parandalimin e acarimeve të saj. Zinku, i njohur për vlerat dhe veditë e saj antiinflamatore, do të nxjisë të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe më pak komplikacione. Ndjekja e kësaj procedure në kushte shtëpie me maskat me kosë mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i jepni shëndetit tuaj të lëkurës. Të gjithë e dimë se kosi përmban gjithashtu edhe kalcium. Ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitaminat B që gjenden tek kosi mund të përmirësojnë lëkurën tuaj kundër radikaleve të lira të cilat do të nxisin gjithashtu edhe prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit kryesor të kosit dhe gjendet me shumicë te produktet e lëkurës. Ai funksionon si një agent shumë i mirë kundër rrullave dhe gjithashtu mund të masazhojë lëkurën e fytyrës suaj, duke i dhënë asaj pastërtinë e duhur. Por si të përdorni kosin për të marrë rezultate të duhura në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet që i kanosen asaj. Ju këshillohet që ndërkohë të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore, për të nxitur kështu një qarkullim më të mirë të gjakut në lëkurë. Kosi do të ndihmojë dukshëm në ngurtësimin pas 5 minutash, duke krijuar kështu maska natyrale për lëkurën tuaj dhe duke evituar edhe komplikacionet dhe krijimin e problemeve të tyre. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e acarimeve të saj. Kështu ajo do të largojë qelizat e vdekura dhe mbi të gjitha, duke u përsëritur her pas here do ju ndihmojë të keni një pamje më të bukur të lëkurës. Kështu do të largoni qelizat e vdekura pa pastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë gjithë ditës. Kosi përmban bakteriet të cilat luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu ju mund të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimeve dhe poreve nga papastërtitë. Më pas e shplani lëkurën tuaj me ujë të bollshëm dhe fshini lehtë me peshqir. Nëse keni një fytyrë të ndjeshme, sugjerohet thjesht të shplani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa më shpesh duhet të përdorni kosin në lëkurën e fytyrës, aq më përparësi do të keni në mbrojtjen e saj. Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdorin çdo ditë për të patur rezultatet e duhura. Ndërsa ata që kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 ose 3 herë në javë për të marrë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe për të evituar komplikacionet. Ekspertët shtojnë se kjo ndihmë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ndaj, nëse doni që të përmirësoni dukjen e lëkurës suaj, të evitoni komplikacionet dhe të krijoni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të saj, ndiqni procedurat në kushte shtëpie dhe mund t'ju ndihmojnë gjithashtu të keni një lëkurë më të shëndetshme, të evitoni komplikacionet edhe gjithashtu të krijoni një mbrojtje më të mirë të shëndetshme të lëkurës. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.